Harta e Shqipërisë pritet të ndryshojë. Vendi do të ndahet në rajone të reja. Aktualisht numërohen 61 bashki, po mjaft prej tyre do të shkrihen apo bashkohen. Majoranca dhe opozita kanë rënë dakord për reformën territoriale, por ndërsa njëra palë është për zvoglimin e numrit të bashkive, tjetra është për shtimin e numrit të tyre. Nisur nga censusi i vitit 2023, në 12 vitet e fundit, popullsia shqiptare është kurrë në afro 400.000 banor dhe aktualisht në vendin tonë jetojnë rreth 2.4 milion banor. Për shkak të fenomenit të emigrimit, bashkitë kanë humbur popullsi duke u tkurrur në mënyrë të ndjeshme. 14 nga 61 bashki kanë në administrim një popullsi prej më pak se 10.000 banor, ndërsa 5 bashki kanë më pak se 5.000 banor. Këto janë bashki të dobta ekonomikisht, pasi me të ardhurat që mbledhin nuk arrin të përmbushin funksionet e tyre kryesore, duke lënë kështu pa shërbime dhe investime të mjaftueshme qytetarët. Në këto kushte kërkohet më shumë mbështetje financiare nga ana e qeverisë. Përtej debatit të politik, sfida mbetet të Shqipëria vitit 2030, ku kërkohen më shumë shërbime dhe investime për qytetarët.